Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. U bë disa kohë që së bashku çdo ditë, çdo mëngjes kemi nisur një udhtim mbi ndërtimin e njeriu në dimensionin shpirtëror. Pra qëllimi i këtyre mesazheve të mia nuk janë thjesht t'i zë kohën vetes apo t'ju zë juve kohën tuaj. Por në thelb dëshirojmë që së bashku të ndërtojmë njeriu e besimit. Që në këtë udhtim të gjithë jemi duke ecur në atë që Krishti e quan udha e ngushtë e besimit. Ndaj, nëse deri diku ja kemi arritur qëllimin gjatë këtyre ditëve, më çoni mesazhin kurajimi në koment. Thoni, po kanë qenë bekim këto mesazhe pastor. Lutja përmbyllse, lutja e ditës, e gjithashtu nëse keni sfida, betejë, çështje apo tema të cilat ju dëshironi që unë t'i prek, t'i trajtoj në meditimet e radhës gjatë ditëve në vijim, i lutem shkruani në koment. Dhe me shpresë Zotit, gjatë udhëtimit ton, natyrisht unë do t'i trajtoj dhe Zoti do na japë vetëm shpresë, po inkurajim, nxitje, motivim dhe mbase atë që ne kërkojmë, dituri, inkurajim, zbulesë për të vijuar udhëtimin ton. Në meditimin e kësaj dite dëshiroj të ndaj për ju një nga shëmbulltyrat e tjera që Krishti ndan me njerëzit, shëmbulltyra e quajtur shëmbulltyra e punëtorëve të vreshtit. Hiri i Zotit që nuk matet me orë, por me zemër. A nuk kam të drejtë të bëj çfarë të dua me të mijat, apo syri yt është i keq sepse unë jam i mirë? Mateu 20 vargu i 15. Ky varg pra është në qendër të kësaj shëmbulltyre. Punëtorët e vreshtit vinë dhe ankohen. Ata që ishin nisur herët punën, ankohen sepse zotëria i vreshtit paguan ata të cilët vinë diku nga fundi i ditës ose nga mesi i ditës në punë, një lloj me të njëjtën pagë që i kishte paguar edhe ata që nisin punën më herët. Kjo shëmbulltyrë sfidon instinktin ton më të thellë, instinktin për drejtësi sipas meritës, ose siç e njohim për meritokraci. Punëtorët që punuan gjithë ditën marrin të njëjtën pagesë siç marrin dhe ata që erdhën në fund të ditës. Pra në logjikën tonë, kjo është padrejtësi. Në logjikën e mbretërisë së Zotit, kjo është hir. Një personalitet që mishëron këtë tension mes meritës dhe hirit është Simone Weil, filozofja franceze. Ajo besonte që hiri i Zotit nuk është përblim për përpjekjen, por është një dhuratë e pastër, e kulluar. Ajo thotë: hiri zbret kur njeriu pushon së kërkuarit të drejtat dhe fillon të pranojë dhuratën. Simone Weil kuptoi se zemra njerëzore lufton jo me mungesën e drejtësisë, por me pranimin e mirësisë që nuk kontrollohet nga njeriu, siç dhe Aristoteli do të shkruante. Barazia nuk është gjithmonë drejtësi. Dhe Jezusi shton, drejtësia hyjnore nuk është matematik, por dashuri. Apo më ndiqni apo jo? Më lejoni të ndaj disa të vërteta mbi këtë temë kaq të madhe. E para, hiri i Zotit nuk bazohet te krahasimi, por në mirësinë e tij. Në këtë shëmbulltyr punëtorët e parë u matën me të tjerët, por jo me zotërinë, me çfarë ai u kishte dhënë atyre, mundësitë që ai u dha. Krahasimi u aprishi ditën, gëzimin, shpresën. E vërteta e dytë. Perëndia nuk është punëdhënës, por është një atë. Dhe këtu ne gabojmë. Zoti nuk shpërblen sipas orëve të punës, por jep sipas bujarisë së të qenurit një atë për të gjithë ata që vinë në familje. E vërteta e tretë. Pakënaqësia shpirtërore lind nga krahasimi. Ndaj ndaloni së krahasuari veten me të tjerët, me bekimet e të tjerëve, me mundësitë e të tjerëve, me rritjen e të tjerëve, sepse nëse do të vazhdoni të krahasoni veten tuaj me të tjerët, atëherë nuk do të rriteni vetë. Do t'i xhelozoni ata, pa dashje do të mbrini në vendin që nuk do doni të mbrini, pra do të jeni cmirëzi. Dhe në këtë kulturë të skajshme krahasimi me të gjithë dhe me gjithçka, pse ai ka dhe unë s'kam, pse ai ka më shumë dhe unë kam më pak, gjithçka që ti ke do duket në krahasim me të tjerët e pallogaritshme. Pra, në këtë shëmbulltyr, ata që kishin gjithçka u ndjen të mashtruar sepse pan se të tjerët morën po aq.
Agustini do të shkruante, zemra që mat hirin e ka humbur atë. Shoqëria jonë jeton me iden e meritokracisë. Sa më shumë punon, aq më shumë meriton. Tani kjo logjik ka vend në ekonomi, ka vend në shoqëri njerëzore këtu, tek e prekshmja, e dukshmja në tokë, dhe realisht do të ketë një vend akoma më të madh. Nietzsche shkroi, njeriu nuk e duron dot iden se dikush tjetër merr pa u munduar aq sa ai. Kjo shëmbulltyrë zbulon pikërisht xhelozin morale. Ne nuk zemërohemi sepse na është bërë pa drejtësi, por sepse dikujt tjetër i është bërë mirësi. Ndaj, pyetjet që unë dëshiroj të ndaj janë këto. A gëzohem për hirin e të tjerëve apo ndihemi kërcënuar prej tij? A e mas marrëdhënien time me Zotin si kontrat apo si dhurat? A jam shërbëtor nga dashuria apo punëtor nga interesat? Shpesh mendojmë se besnikëria jon na jep të drejta mbi Zotin. Por besnikëria jon nuk është mjet këmbimi. Është përgjigje ndaj hirit të Zotit. Amen. Ndaj me këto të vërteta dhe këto pyetje, le t'i lutemi Zotit së bashku këtë mëngjes. Zoti i dashur, më çliro nga një zemër që llogarit dhe krahason. Më mëso të gëzohem për mirësinë tënde, jo vetëm kur më prek mua, por kur prek të tjerët. Më ndihmo të jem një shërptor që vepron dhe punon nga dashuria. Të jem mirënjohës dhe në këtë kulturë të skajshme krahasimi, të mos xhelozoj ata të cilët gjithashtu kanë, gjithashtu bekohen, gjithashtu rriten, por të jemi kënaqur dhe mirënjohës për bekimet që ti më ke dhënë mua. Bekoj burra dhe gratë këtë ditë që janë duke më ndjekur o Zot. Rrethoj me bekime qellore. Bekoj familjet dhe fëmijët e tyre dhe udhëhiqi në udhëtimin e shtegut të ngushtë besimit. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Nëse ishte bekim për ju miq, mesazhi kësaj dite, ju lutem ndajeni, bëjeni share me miqtë tuaj, veçanërisht me ata të cilët ju mendoni se xhelozojnë. Mezi pres ju takoj nesër. Bekimet e Zotit për ju.